Në 3 qarqet veriore të vendit, Kukës, Shkodër dhe Dibër, votat e diasporës kanë përfunduar, së numëruari dhe ndikimi i tyre është reflektuar tashmë në shpërndarjen përfundimtare të mandatit parlamentar. Në Shkodër, Partia Demokratike rezulton forcë e parë, duke siguruar 5 mandate nga gjithsej 11 fal bashkimit të votave brenda vendit dhe në diasporë. Kandidatët fitues janë Luciano Boçi, Kliti Hoti, Greta Bardeli, Ramadan Likaj dhe Bart Spahia. Nga Partia Socialiste kanë mundur të sigurojnë mandate vetëm 4 emrat e listës së sigurt: Mariana Koçeku, Onid Beliri, Gjenis Çela dhe Buja Rexha, ndërsa Partia Social-Demokrate do të përfaqësohet në kuvend nga 2 deputet, Tom Doshi dhe Sabina Jorgo. Në Kukës e djathta ka fituar me mbi 53% të votave, çka i ka garantuar 2 mandate Partisë Demokratike për Flamur Hoxhën dhe Isuf Çelajn. Socialistët përfaqësohen vetëm nga kandidati i listës së sigurt, Eduard Shalci. Ndryshe paraqitet situata në Dibër, ku Partia Socialiste ka dominuar në 3 mandate. Në legjislaturën e ardhshme këtë qark do ta përfaqësojnë Blendi Klosi, Alma Selami dhe Agron Malaj. Demokratët kanë marrë 2 mandate që i takojnë emrave të listës së sigurt, Xhelal Mziu dhe Denisa Vata. Në përfundim, diaspora konfirmon ndikimin e saj në hartën politike të veriut, ku në Kukës dhe Shkodër mbështetja për të djathtën ka rezultuar vendimtare, ndërsa Dibra mbetet një bastion i sigurt për të majtën.